Në Zvicër jetë. Në Zvicër. Sa vite jeton në Zvicër? Unë që 6 vite. 6 vite ti? Ona që kom lind në Zvicër. Nëpërmjet internetit, që njoftohen ta shtrit. Në Instagram. Une. Një vetë heri kom qofte. Tash mban për dore. Po, më ndok pak më ndresh. Po më mirë, më heshme më dok. A ma heshme, a? shumë interesant ako, shumë emocione, shumë mendime që shkom u kon live. Qashtu? Biseda gjata sa keni fol për shembull telefon, sa orë? Maksimum 5-6 orë me njëherë, po. Mirë, po. Ku jetoni? Në Zvicër jetë. Në Zvicër. Sa vite jeton në Zvicër? Unë që 6 vite. 6 vite ti? Ona që kom lind në Zvicër. Okej. Bjen që kjo të s'ka marrë ty. Qashtu gati. Që sheni ju këtu? Nëpërmjet internetit, që njoftohen ta shtrit. Po. Rrjet social? Në Instagram. Po. Cili pari qëftes? Une. Një vetë heri kom qofte. Zet her, a për E sfranonte, tash mban për dore. Ata është për dore. Qysh ka pas ka sakrifiku 10 herë ftes me të qua? Po tash pak du të me hek pak burri. A du të me heka? Se gjithë burra du të me bu hapin e parë. Dhe po tash, ka më bo. Ne për nisim krejt. A dërgon, takimet e parë kur e ki pa, ato do këma ndryshë se fotografisë. Po, më ndok pak më ndresh. Po më mirë, më heshme më dok. A ma heshme, a? Se fotografi me filtera i po ta? Po tash më kesh Jo, për më filtera janë ka. Tash fotografit dalin për herë pak më ndryshe, kur sa po i shef live, ama? Sa ju ka ra kështu për fotografu? Që keni bisedu, dhe më thani përmes internetit? Se kena qo gatë, një muj në ka shku. Po, një muj. Si ka qenë një muj për juve, po, atë vetë që me komuniku kështë. Shumë interesant ako, shumë emocione, shumë mendime që shkom u kon live. Qashtu? Po, shumë emocione. Po kështu biseda gjata sa keni fol për shembull telefon, sa orë? Maksimum 5-6 orë me njëherë, po. 5-6 orë me njëherë? Po. Po që shumë. Po. Pas këtë jetë pa gjumë, po më duke. Po tash po ngina me gjumë. A tash po ngina me gjumë, Po, tash po flet. Okej, a dërgon, që ka ju po të lumtur si qift? Lumtur na bën që una me fol shumë qel me burin tem, duhet në më shef najsen ose shumë e qlirë. Dashuria mes njëri tjetrit, që të senet për mu, po. A dërgon është gjeloziq? Sa shpak! Si t'jem? S'ka gjeleza ma shumë? Jo, bre, se s'jam shumë. Si jam shumë, edhe jone. S'ka gjeleza ma shumë për shumë? Jo, se di, s'jena shumë gjeloza kësho. Jena shumë qel me njëri tjetrin edhe s'kena nevoj me gjelozu, kena shumë besim me njëri tjetrin. Telefonin e kontrollon a herë? Tash jena... Jo. 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 Pse? E kodik, ja? Po edhe jo. S'ka lidhje kodi. Nuk e kontrollon vetë. Kur jam me to, ka njëherë këshirë jaman, ju me ja kontrolu kësho. Jo fejsi dhe për qëllë telefoni. A ka do ashtu, gjënë gjumë e kontrollon telefonin. Jo, gjina. Kam shumë besim edhe s'kam nevoj me ja kontrolu telefonin. Me shaka, te shakas, Po. më po pëlqen që jeni shumë qifti lumtur. A më tregoni ç'ish ka qenë këto vite për juve, sa jeni bashkë? Shumë eksperiencë e mirë, vallaj, shumë, se di, shumë kena përjetu bashkë edhe të ngritje edhe ullje edhe që të senë, kejtë. Edhe po menoj se që ata na kanë forcu edhe ma shumë, na ka shtru dashurin, qashtu. Sfida keni pas? Po, se jo, si çdo qift. S'ka qift pas sfida. Cila është sfida më e madhe që keni kalu bashkë? Shumë, zine Shumë kam ka, janis. se dim po me janis. Ja, i sfidë që ju ka mbet hala që tu këtë sfidë që kena pas. Krejt kënë ka sfida që kënë kalu. Kina pas sfida me... Krejt sfidat e mundshme, financiare, dashurije... Krejt sfidat. Ama nuk na kam bet diçka. Me në vet pik jo. I kena zgjidh krejt. Pas ka sakrifiku ko gjanë shumë. Tu ditë kena sakrifiku shumë. Po, për më arë që të ku jena tash, po. Edhe jena shumë krenar, po menoj për qëtë dhe senet që kena përjetu. Sakrificit më të madhe në dashni që keni bo, cila konë? Po menoj se kë ka arë tone, që është sakrifica me madhe që ka bo për mu.
Qashtu. Po menoj une. Ti je shaktari që e prunat, ja, e? Po, Nisër. po. A do të sa ka pas letë. Shumë atë vend. Edhe se ka pas letë, po e ka pas përkrojën shumë të madhe dhe ka kalu shumë mirë, po menoj. E pas ke pritë mirë. Po, Mirë është. atë kom prit mirë, fal. Kalzoj mëre. Mirë, Sa ke pritë mirë. mirë. Kështu, a do sa bori durata. Sa bëjnë dhurata? Po menoj se goxha shumë. Cili përmarrë shumë durata? Kjo. Kjo, a? Po. Cila po durata fundi që ta ka bë? Shutitjen këtu në Kosovë. Më ka Ka bërë. ble kështu? Më ka ble Shumë duket e ka qerën që blem kjo durata. po, i blen shumë. Çam ka ble? Që e ki Se ble dhe jone, ta e kalzo. Ka që e ki ble? Dhurata e fundit a kon do vath shumë mira, kështu për diamantit. Që ta mi ka ble për s'fundi herë tash. Kështu është tip romantik? Po, është. E kom bëha dhënë ma shumë, po është. A ti e ki bo, e? Po. Për hirë dashnis, që është ka gjendje me bo? Po menoj gjithçka. Këtë gjithçka e kisha bo, po. Se shumë kena përjetu bashkë edhe për diçka të vogël, mos me sakrifiku, s'po menoj se është mirë. Edhe, po, shumë kisha bo. Për ty? Edhe unë njëjtën e kom. Jetën, a kështë dojnë? Po burë tash jam, burë e jep jetën. Për gru, për familje, burë e jep jetën. Se grasë si hapi jetën, në buran me Apo tash është ajo është e tradita, është ajo është e jeta, është ajo është e krijume. Tash burë e prunë shpinë. Do në fund, ka një mesazh, mes me Marko, për gjithë qiftet. Po menoj mos me lanë kërkan me e prish lidhjen atyne, me kanë me fol qelë të dytë shumë të hapna se për gjitha problemet, mos me im shef. Edhe po menoj se që ata kanë mi forcu shumë, që ajo lidhja jo e më sheft. Edhe me dhonë shumë dashuri për njëri tjetrin. Për ty? Njëjta vlen më kanë të hapë, mos me im qef gjanjat për njëri tjetrit, më kanë burë e gru, po me vazhdu edhe shok e shoqe më kanë. Dhe me thonë më kanë të lirë me i shpreh gjithë çka ju ndohet dhe njetë kofte mirë apo e keqe. Ata krasi shumë, ju uroj dashuri deri në frymën e fundit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë gjithashtu. I shembull i mirë ke, ju uroj më të mirat në jetë. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Edhe juve. Kalofshi mirë. Gjithashtu.